Tani kryetar, kërkoj mirë kuptimin e të gjithë kolegëve deputet në këtë sallë, që nëse nuk do t'jem shtrues në 10 minuta, të mos më ndërpritet fjala, sepse kam pritur këtë moment pas 2 orë e 26 minuta për të dalë flas këtu në emër të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Nderuar kolegë, unë e kuptoj se gjithçka u tha deri tani këtu në këtë sallë është qëndrim dhe arsyetim politik i juaj dhe mirë bëni sepse në fundit për politik jemi këtu. Por kjo nuk do të thotë se arsyetimet politike mund të mbivendosen mbi arsyetimet kushtetuese, ligjore dhe procedurale të një komisioni të rëndësishëm të Kuvendit të Shqipërisë, siç është Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Ndaj zoti kryetari i Kuvendit, unë jam këtu për të kërkuar deri në fund të përmbyllet faza e përzgjedhjes së avokatit popullit sipas raportit të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike të Kuvendit të Shqipërisë, i cili në të gjithë veprimtarinë e tij në këtë proces ka patur këtë bazë ligjore: Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nenën 60 deri në 63 të Kushtetutës, ligjin për avokatin e popullit, nenin 9 të këtij ligji, rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, neni 111 e vijus të rregullorës Kuvendit të Shqipërisë dhe vendimet e Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Kjo është hierarkia e normave mbi bazën e të cilave komisioni që unë drejtoj ka marrë përsipër të përmbyll një detyrë të caktuar nga Kushtetuta, ligji dhe rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë. Atë për t'i sjellë kësaj seance kandidaturat për avokat të popullit në Republikën e Shqipërisë. Kemi shpallur afati 20 ditor që është shpreha e interesit, e thot rregulloria. Pas 20 ditësh kemi administruar 26 kandidatura. Kemi verifikuar që këto kandidatura plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore për t'u thirrë ndëgjes. Dhe në datën 12 dhe 13 nëntor, Komisioni për Çështjet Ligjore në 2 seanca maraton i ka dëgjuar të 26 kandidatët. Morëm kohën për të bërë një vlerësim të kushteve dhe kriteret ligjore dhe meritën e secilit kandidat pas dëgjesës publike. Dhe në mbledhjen e datës 17 nëntor, Komisioni për Çështjet Ligjore ka miratuar listën me 26 kandidatët që sipas vlerësimit të komisionit plotësonin kushtet ligjore dhe meritën për të qenë kandidat të denjë në këtë garë. Dhe kemi marrë dhe një vendim që nga data 17 nëntor deri në datën 2 dhjetor, sepse deri në këtë moment ende nuk je kandidat, po s'ke mbështetjen e 28 firmave të vish në seancë. Kemi thënë 17 nëntor, 2 dhjetor, kandidatët, 26 kandidatët e listës, të mbledhin 28 firmat. Ju kemi sjell të gjitha grupeve parlamentare vendimin e komisionit, por dhe deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Është e vërtet që në vendimin e komisionit është e shprehur ajo që lexoi zonja Tabaku, që një deputet mbështet me firmë vetëm një kandidat. U a thash po s'm gjuhet, sepse në hierarkinë e normave ju, juristët tuaj ju thanë ka kushtetut, ka ligj, ka rregullore Kuvendi, po ka dhe vendime komisioni. Dhe ata që janë juristë dinë që në hierarkinë e normave vendimet e një komisionit përhershëm të Kuvendit janë akte procedurale që bazohen në rregulloren e Kuvendit, por nuk janë akte juridike normative që diktojnë vullnetin ose jo të një deputeti. Dhe neni 4 i ligjit për avokatin e popullit, por dhe neni 111 i rregullorës Kuvendit të Shqipërisë është e vërtet, nuk e kufizon vullnetin e një deputeti për të dhënë më shumë se sa një firmë, por unë u thash në vendim, me drejt nuk e respektuat. Dhe mirë po. Dhe çfarë bëhet ju? Dha 316 firma. Nëse do kishit zbatuar ato që thash unë në vendimin e komisionit, dhe kolegët e mi të komisionit, se unë jam kryetari i komisionit, po komisioni ka vendimarrje, ju do kishit sjellë në kuvend një kandidat e gjys. Se aq firma keni ju? 50 firma
një kandidat 28 e 28 bën 56. Po mirë, pse i dha 316 firma për 10 kandidat? Se kjo është pyetja. U detyroi kush me zor që të firmostit? Jo. Tani, vim tek firmat, se ka një pretendim këtu në sallë që ne i kemi dhënë përpara datës 17 nëntor këto firma. Më falni, Komisioni i Ligjeve nuk është prokurori. Nuk bën hetime. Komisioni për çështjet ligjore dhe administratën publike ka marrë në shqyrtim dhe thot i kanë depozituar firmat Adriana Kalaja 44 firma me datë 19/11. 2. Aranita Braj 35 firma me datën 20/11. Besim Dregjoni 34 firma me datën 18/11. Endrit Shabani 35 firma në datën 2/12. Skënder Haluci 30 firma me datën 27/11. Tartar Baze 28 firma me datën 21/11. Tërësisht brenda afatit të përcaktuar mendimin e komisionit 17 2 dhjetor. Janë dhe 4 kandidatë të tjerë që kanë sjell firma me posnovi. Dardan Mustafaj 38 firma, por i ka sjell në datën 3 dhjetor. Më fal, Jola Hysaj nuk ka mbledh 28 se mbeti me 27 dhe Shkëlqim Sulo i ka sjell brenda afatit po ngeli me 19 firma dhe Samir Vishaj ka sjell 26 firma, por pra i ka sjell në datën 3. Pra i ka firma. Çka do të thotë që për ta ushtruar të drejtën ka edhe një procedurë brenda të cilit ushtrohet kjo e drejtë. Dhe prandaj është komisioni. Dhe komisioni, o të lutem mos bëj aty se të kam gjuhë gjithë ditën. Të kam gjuhë dër sa aty gjithë ditën. Tani, të lutem. Dhe ka një afat brenda të cilit ushtrohet dhe e drejta, se ka procedurë, ka dhe të drejtë. Nëse e drejta nuk ushtrohet brenda një afati të caktuar, sigurisht e humbet të drejtë. Se prandaj rregulloria kuvendit thot këtë procedurë ndjek Komisioni për çështjet ligjore dhe administratën publike. Tani të nderuar koleg, është e vërtet që në seancën e datës 9 dhjetor, kur ne miratuam këtë raport që t'u sjellim ju me 6 kandidatët që plotësojnë kushtet, kriteret dhe meritën dhe kanë mbledh 28 firma, ju keni sjell një kërkesë ku thoni ne tërheqim mbështetjen për të gjithë kandidatët, thoni ju. Dakor? Tani, çfarë tha komisioni? Komisioni tha, të nderuar koleg të opozitës, firmat i keni tërhequr për te afatit 2 dhjetor të vendosur nga komisioni. Tani, dhe kjo tërheqje nuk ka efekte juridike, sepse bie ndesh me nenin 4 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, që sankcionon parimin më të rëndësishëm të funksionimit të shtetit së drejtës, që është parimi i sigurisë juridike. Çfarë është ky parim? Parimi i sigurisë juridike kërkon qartësi, stabilitet dhe pakthyeshmëri të proceseve, sepse ndryshe, nëse ju firmosni mëngjes dhe tërhiqeni darkë, shteti shkon në kaos juridik. Krijohet amulli juridike dhe politike në një shtet të së drejtës. Tani, çfarë that ju sot? E tundët rregullore në Kuvendit Shqipërisë dhe bot copa. That, ka një nen thoni këtu 70, ka një nen 71, 72 dhe mbjen keq se juristët janë një jurist tremendja, jo 2, i referoheni tani mendimit juridik të kualifikuar. Or zotri, në teknikë legjislative kur hartohet një kod apo një rregullore apo një ligj, ka ligjin ndahet në pjesë, në krer, seksione dhe nene. Tani, mos e ngjoni zotin Bylikbashi se ai ka eksperiencë me OSBE, por nuk ka eksperiencë juridike, ma ngjoni mu. E keni pjesa procedura ligjvënëse, pjesa e dytë, kreu i parë nisma ligjvënëse. Neni që ju i referohet tërësisht iniciativës ligjvënëse. Ndërsa, zgjedhja e drejtuesve të organeve kushtetuese dhe të krijuara me ligj
i referohet pjesës 5 të rregullorës Kuvendit të Shqipërisë që ka të vazhdoj fjalën. Ju lutem lejoni kolegut të mbaroj fjalën. Dhe të krijuara me ligj, mos e ngatroni kekun me byrekun. Se ndryshe do bëni këto gabime që bëni këtu. Tani çështjen e tërheqjes firmave në datën 5 e sqaruam, bie ndesh me kushtetutën. Tani keni pretendim tjetër? Keni pretendim tjetër se thoni sot këtu duhet konsensus politik. Po konsensin u adham ne. U asollëm listën me kandidatët me 17 deri me 2 dhe ju tham. Kryetari i grupit parlamentar i autorizuar nga kjo majorancë doli dhe tha: në 26 emra mlidhni firmat për këtë doni se ne nuk do të mbështesim asnjë kandidat me firmë. Çfarë doni ju tani? Konsensusi arrihet me firmë dhe me vot. Me firmë u adham ju, me vot është sot. Tani ju thoni jo, jemi tërhequr, nëse jemi bërë pishman se nuk e votojmë në këtë listë lepurin e Surelit. Më falni, unë në këtë listë nuk di kush është as lepuri i Surelit, as ujku i Kucërikut. Më falni. Unë sot nga kjo sallë dua të falenderoj të 26 kandidatët që u bën pjesë e kësaj gare për të konkuruar për pozicionin vakant të avokatit popullit, që nuk është edhe s'duhet të jetë as i majorancës, as i opozitës, por duhet të jetë avokati popullit, sepse është institucioni më i rëndësishëm në arkitekturën kushtetuese të shtetit. Por ju e keni kthyer në vend pune. Prandaj ziheni këtu kush është lepuri i Surelit dhe kush është ujku i Kucërikut. Tani, këto të 6 janë ngarë, por dhe ata të tjerët që nuk arritën të kualifikoheshin se nuk mlodhen firmat, respekt, sepse i dhanë mundësin këtij kuvendi që në turpin e vetë, pas dështimit për 1250 ditë, t'i japin Shqipërisë një avokat populli legjitim, sot më në fund janë në këtë garë për ta përmbyllur këtë proces. Dhe unë këtë kërkoj sot në emër të komisionit, të përmbyllet procesi me vot, mund të zohen të 6 kandidaturat, të hapet prapë procesi. Por ky proces do duhet ta ketë një fund, sepse e keni kthyer avokatin e popullit nga një institucion kushtetues në një vend pune. Se kush ta marrë nga opozita këtë vend pune, a thu këtu shpëton opozita. Tani, unë zoti kryetari i kuvendit, të nderuar koleg, kërkoj të përmbyllet ky proces dhe të votohet raporti i Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike dhe të vazhdohet me fazën e fundit që është votimi. Pastaj, me vot le të vendosin deputetët. Nuk e doni ju një kandidat, e keni mundësinë, rrini në sallë, jepni votën kundra. Është to mundësia. Tani thoni, shikoni që thoni tani. Ta shbëjmë procesin, thoni ju, ta shkelim Komisionin për Çështjet Ligjore, të lutem. Ju lutem përfundoni, zoti Manja. Të shkelim mbi votat e 9 votave pro dhe 3 kundër të një komisioni të rëndësishëm të Kuvendit të Shqipërisë dhe dalim të mbledhim firma ke kafja. Shikoni, 2 herë e kemi zgjedhur me konsensus. Një herë kur ishim ne në opozit dhe ju në pushtet, dhe një herë kur ishim ne në pushtet dhe ju në opozit, e mbani mend, po aty fajet i ka luli, e kemi zgjedhur këtu kur ishte as avokati popullit këtu, i kemi mbledh firmat në klub. Tani ju lutem shumë, një herë që u bë një proces tërësisht kushtetues, ligjor, procedurial, ju kërkoni t'i ktheheni klubit. Tani ndajeni mendjen, jeni opozita e Shqipërisë apo partia e klubit. Kështu që duke mbështetur tërësisht veprimtarinë kushtetuese, ligjore, proceduriale të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, falenderim gjithë kolegëve të mi të Komisionit dhe t'ju them, jeni krenar se keni zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Tani, kush do, ja ku e ka sheshi. Faleminderit. Hedhim në votim kërkesën. Votimi është i hapur dhe me karton. Kush është pro kërkesës